Atëherë, paneli I radhës ka të bëj është edhe më interesant, thot Jori, tani do të flasim pak më shumë për para. Jo se deri tani nuk po flisim për para, por tani do të flasim konkretisht për financimin, si formohet vlera, niveli transparencës në blerjen e një prone dhe mbi të gjitha qëndrueshmërinë afatgjatë në këtë treg. Pra, ne kemi parë vit mbas viti se si vlera e pronave në Shqipëri ka shkuar në rritje, ka nga ata që thonë po kur do bien, a do bien, nuk po investoj tani se do bien më vonë, ka rezultuar e gabuar, nuk kanë rënë, nuk shihet se do të bjerë, por gjithsesi, do të flasim pikërisht për këtë temë, shumë të rëndësishme pra, me zonjën Eva Çaushi, Premium Area Manager nga FIBank, perspektiva e financimit dhe e vlerësimit të riskut. Mirë se vjen. Mund të ulesh ku të duash. Zotin Dritan Leka, CEO I Century 21, me CPM, dinamika e çmimeve dhe ndërmjetësimit, është tema e tij. Zotin Erion Harizi, kryetarin e shoqatës së ndërtuesve, për të shpjeguar pak më shumë lidhjen midis zhvillimit dhe vlerës së krijuar. Zonjën Joleza Koka, drejtuese ekzekutive e JZV Collective nga Dubai për të parë një perspektivë ndërkombëtare për investimet e huaja. Zotin Lefter Sila, mirë se vjen, CEO-n e Inf 93 për sfidat strukturore dhe informalitetin në industri dhe zotin Miri Troka, edhe njëherë drejtuesin e përgjithshëm në Kërko 360 mbi perspektivën e marketingut dhe të dhënat e tregut. Mirë se keni ardhur që të gjithë. Zoti Lefter në fund. Atëherë, le të fillojmë nga FIBank. Si Elva. Në bë pak o parë, o ja ku jemi. Atëherë, si po I lexojnë bankat sot tregun e pasurive të paluajtshme në Shqipëri? Në fakt, tregu I pasurive të paluajtshme ka pasur një ndryshim dhe një zhvillim këto vitet e fundit, duke zhvendosur dhe investimet përtej Tiranës në lokacione të reja urbane dhe turistike. Gjithashtu, zhvillimi I turizmit dhe marketingu shumë I madh I kryer dhe nga Ministria e Turizmit apo nga shoqatet e ndryshme nga agjencitë real estate, ka tërhequr shumë interesin dhe vëmendjen e diasporës, shqiptarëve që jetojnë jashtë, si dhe të klientëve të huaj. Ne kemi takuar vazhdimisht, pothuajse çdo javë klientë interesuar për të bërë të huajt, për të investuar në Shqipëri, dhe kemi vërej një fenomen interesant që ata janë të fokusuar kryesisht tek ndërtimet dhe projektet e reja. Jo tek ato që janë stok, që kanë ngelur pa ushitur. Gjithashtu janë të përqendruar në lokacione shumë mirë të tregtueshme si në jug, në Dërmi, në Vlorë, pasi qëllimi kryesor nuk është vetëm kalimi disa javë pushime, por dhe për t'i kthyer në një investim për të marrë të ardhurat, për të gjeneruar të ardhurat kundrejt qirave. Në këtë kontekst zhvillimit të ri të tregut, edhe FIBank e ka ndryshuar qasjen, e ka paraprirë kërkesës duke ofruar dy produkte shumë të rëndësishme. Një produkt për klientët e huaj dhe emigrant, me të cilën ne investojmë, japim mundësi që t'i financojmë deri në 85% të vlerës pronës, nuk kërkojmë garantor lokal, që ka shumë e rëndësishme, dhe I japim një mundësi për të investuar në Shqipëri në një kohë të shpejt pa dokumentacion të zgjeruar. Gjithashtu, një produkt tjetër shumë I rëndësishëm është Flexi Kolateral, e cili është një model I ri financimi që kalon nga financimi me kolateral tradicional, që vendoset për të garantuar kredin, në financimin e vlerës së ardhshme të pasurisë, duke u bazuar vetëm në kontratën e porosisë që nënshkruhet midis investitorit dhe klientit. Dhe ky është një mundësi shumë e artë, shumë e mirë për të dy palët. Në radhë të parë për ndërtuesin I cili nuk
ekspozohet dhe nuk vendoset si dorëzanës apo garantor në këto projekte, po thjesht si hipotekues, çka nuk e rrit ekspozimin atij në regjistrin e kredis, duke i dhënë mundësi për të marrë sërish kredi për projekte të tjera. Gjithashtu i jep një lehtësi likuiditeti, sepse pjesa më e madhe e projektit ndërtohet ndërmjet financimit të klientëve që blejnë në këtë projekt. Ndërkohë që klientët që blejnë me fleksi kolateral, nuk është e nevojshme të kenë një kolateral të tyre. Thjesht firmosin këtë kontratën e porosisë me cilën banka ka lidhur marrëveshje me investitorin dhe i jep një mundësi që ta kapi vlerën që në krijim dhe të shndrohet në një aset në rritje deri në përfundim. Të hyj herët, po themi Të hyj herët në treg. Dhe kjo është një mundësi shumë e mirë për të dy palët. E kuptoj. Dhe banka, pra FIBAN, në këtë rast është aty për ta ndihmuar. Po. Zoti Harizi, nga ana e shoqatës së ndërtuesve, si shikoni ju raportin midis kostos së ndërtimit dhe çmimit final në treg? Po, sigurisht që pas dëmit të çmimi që është tashmë në një pyetje të përditshme në çdo panem që bëjmë. Dhe gjithmonë me një përgjigje më të lartë se herë që. Jo, po pas dëmit të çmimit do të dimë që kostot në 5 vitet e fundit pothuajse janë dyfishuar. Pra kosto në ndërtimi sot është dyfishuar. Por kjo sigurisht sot jep një produkt më të mirë se sa ka qenë më përpara. Është rritur kosto e materialeve të ndërtimit. Është rritur kosto e fuqisë punëtore mbi 30%. Janë 30 fishuar taksat në sektorin e ndërtimit. Janë rritur interesat bankare në krahasim edhe me 5 vite më përpara, pra kosto e kapitalit. Edhe të tjera kosto si këto të operimit. Kështu që sigurisht këto rritje kësaj kosto. Është rritur kosto tjetër që nuk përmendet që është kosti zeri pronari i trullit. Ka shkuar në qendër edhe me 50%. Kështu që të gjitha këto elementë përbëjnë tani kostot totale të ndërtimit, e cila jep një çmim shumë të lartë nga çka qenë disa vite më përpara. Por thash, sot nuk kemi me të njëjtin produkt. Produkti sot është shumë më i mirë. Sot po ndërtohet në rezidenca që nuk kanë të krahasuar me çka janë përpara. Pra ne sot nuk blejmë një apartament, ne sot blejmë një stidje teze, blejmë një shërbim. Pra blejmë një standard shumë më mirë se sa ka qenë më përpara. Dhe sigurisht që çmimi është çmim që vendos pastaj tregu e vendos Sa kërkesat është, oferta. të pyes, duke i marrë gjitha parasysh, me çmimin e truallit, financimin, materialet e ndërtimit, rritjen e pagave të punëtorëve në ndërtim, për të ndërtuar një gjë premium sot në Tiranë, sa shkon kostoja në metër katror me që ajo është njësia me cilën shitet? Atëherë po të heqim Po the për cilësinë luks. të heqim kullat e këto hotelet me pyesye sepse këto kanë kosto që është tepër lart. Unë them që sot kosto e ndërtimit në periferitë të Tiranës përfshir ndërtimin dhe pronarin dhe taksat është mbi 1.000 euro për metër katror. Mbi 1.000 euro. Mbi 1.000 euro për metër katror. Kur vetëm kosto e ndërtimit po varion rreth 700 euro për metër katror. Enti banesave diku e ka të kosto rreth 600 euro për metër katror. Kështu që shto pronarin, shto taksat, kosto është mbi 1.000 euro për metër katror. Okej. Dhe pastaj çmimi për edhe sa do shkonte për një blerës fundor nëse ndërtohet me 1.000 euro katror me Unë tash sot apartamenti më i ligjë që gjetë sot janë është rreth 1.000 euro për metër katror, që është zonat periferike të Tiranës, pas sociale të tjera si këto. Që ndoshta ato kanë një kosto në disi më të vogël, pasi Bashkia e Kamës, ndryshe nga Bashkia e Tiranës, është gati në 50% të kostos të ndërtimit, të kostos së ndikimit të infrastrukturë, por në ato toksa do janë disi më lirë dhe për këtë efekt dhe aty çmimi është më i parë lirë. atë vrull zhvillimi që ka marrë pas Kuqani. Po. Okej, Zoti Leka, nga perspektiva e Century 21 CPM, po mos sa lën atë, si po formohet sot çmimi në treg nga kërkesa apo nga pritshmëritë? Se me thënë drejtën drejtan që të flasim drejt, domethënë shumica e njerëzve me pagat që janë në Shqipëri ndihen të pamundur për të përballuar. Herën e fundit që mora në telefon më tha 3800 metri katror, unë paguaj mirë, punoj 2 punë, 3 punë, por nuk e përballoj dot me 3800. Blendi, realiteti botror, mendoj unë, është që në industrinë tonë, ajo që formon çmimin është lokacioni. Domethënë, gjithë ne e dim që në real estate flitet location. 3 herë, po. Tani, të ndaloj pak të kjo dhe të vazhdoj të ajo që ishe ti me çmimin 3800 euro metër katror. Siç edhe Erioni tha, siç edhe ne e dim, sa më shumë largohemi nga qendra e Tiranës apo nga dy qendrat e Tiranës, që është bloku dhe qendra reale e Tiranës, që është SNDB, çmimi fillon dhe bie. Një realitet botror është që në gjithë botën njerëzit zgjedhin të jetojnë aty ku kanë mundësi.
pa dashur të bëj reklam, po para pak kohësh ne pam një projekt të zhvilluar në autostradën Tiranë-Durrës, i quajtur University. Një projekt i cili për shumë njerëz që jetojnë në autostradën Tiranë-Durrës u bë një mënyrë jetese, një projekt i cili filloi me 450 euro kilometër katror. Jemi prapë në Tiranë, jemi prapë 10 minuta nga qendra e Tiranës me akses në autostradën Tiranë-Durrës, jemi pranë një qendre tregtare, po jemi në një zonë industriale. Sigurisht në atë zonë apo në atë kompleks rezidencial, shpresoj që të vinë shumë tjerë si ai, sepse normalisht do ndikojnë fort në mënyrën e jetesës dhe në çmimin e shitjes së pronave në Shqipëri dhe në Tiranë. Ti ke shkollë, ti ke supermarket, ti ke një poliambulancë, ti ke një mundësi që të çosh fëmijët në kopësh, ke hapësira më të mëdha gjelbrimi e gjitha me radhë. Thash nuk duhet të bëj reklam, por duhet që ta përdor si model. S'ka problem. Si model. Sa është tani për shembull aty? Sa është rritur në mos gabojsh rreth 1000 euro për metër katror, sepse u shit dhe jemi në fazë rishitje. Megjithatë sot në Shqipëri dhe këtu dua që të rikthehem te pyetja, çmimin e përcakton pronari. Duke qenë se kemi mungesë të madhe pronash të finalizuara në treg dhe mungesë të madhe pronash me certifikata pronësie, të cilat bankat mund të financojnë, po dhe të cilat klientët janë më të sigurt që t'i blejnë, sot kemi spekullim në treg. Dhe këtë spekullim Këto pronari, ke fjalën për pronarin e ndërtuesin? Jo ndërtuesin, pronarin e tokës? Rishitsi. Do të thënë ai që e ka bler tek ndërtuesi apo tek pronari i tokës, mund ta quajmë investitor, mund ta quajmë spekulant, mund ta quajmë çfarë duash, por sot ndikues shumë i madh është pikërisht. Pra njerëz që blejnë herët dhe shesin në finalizim të projektit për Po sa shkon për shembull djes, nëse more me 1000 për thjeshtësim shifrash. E more me 1000, po them një projekt tek rruga e Kosovarëve. Diku atje, janë disa projekte të reja atje. E more me 1000 në grop, se e dyshoj këtë çmim, prandaj thash ashtu. Në finalizim të projektit, kur është bërë i bukur ai pallati, gjithçka janë mbjellur linjt këto. Sa mund të shkoj? Do t'jap një shembull konkret. Projekti i Xhener Dyshit, duke qenë se kemi edhe pjesë të eventit, projekti i Xhener Dyshit Lakeview, për faktorë të ndryshëm politik dhe ekonomik, qëndroi bllokuar për një periudhë shumë gjatë. Në ato fillime Xhener Dyshi kishte arritur që të shiste apartamente, në kohën që tregu ishte mos gaboj rën rreth 1000 euro për metër katror. Mbas shumë vitesh që ato prona ngelen të pazhvilluara, sepse ngeli një grop e madhe derisa u dha zgjidhje në finalizim, jo për fat Xhener Dyshit sigurisht. Në momentin që projekti përfundoi dhe njerëzit panë atë realitet jetese, që duhet të thënë që shumë e mirë, sot kemi çmime edhe 4000 euro me katër. Pra kemi 4 fishim të çmimit për një periudhë mendoj jo më shumë se 7 vjet lefter, nuk e di. Po. Okej. Zoti Lefter, me që jemi këtu, sa ndikon informaliteti në deformimin e vlerës pronës, dhe unë kërkoj personalisht pak qartësim kur flitet për deformim, se çfarë do me thënë deformim i vlerës pronës? Do më falësh, po ndoshta për mua, më mirë të më bëj një pyetje si aktor shumë i vjetër i këtij tregu, shumë i vjetër, nga të parët fare, që të lidhemi çik historinë me të tashmen, se duhet mësojmë nga historia. Pse e them këtë? Do dalë pikërisht atje ku dua të dalë. Më falë se ti drejtojmë dhe auditorit. Filluam në 93-shin, nuk dinim asgjë për pronat, s'kishim as telefon, as për kontratat, as për kredit, as për shoqatat, as për ndërtuesit, as për diçka tjetër. Unë kam patur të patën në zhvillimin tim për 33 vite si ndërmjetës që vazhdoj akoma, edhe 30 vite si vlerësues i pasurive të paluçme, të krijoj agjensinë e parë real estate SHPK të organizuar në Shqipëri, me partner italian, një zhvillues shumë i fuqishëm në Itali, pa duke përmendur këtu edhe Albencin bashk, kemi filluar të dy që është i ulur aty, kemi 33 vite bashk, edhe të them dy ngjarje që më kanë bërë që të aftësohem në aty, trajnojmë në Teknokaza në Itali, dhe aty më bën përshtypje diçka, që agentët që shkonin në përprona, merrnin dokumentacionin, pyesnin pronarin për çmimin të gjitha, fusnin makillogarice, edhe
bisedonim për çmimin me pronarin. Në rastet që ky nuk bindej për vlerën e pronës, nuk e merrte për ta skeduar. Në rastin që binte dakord, atëre e skedonte. Kur ne dilnim jashtë, unë e pyesja, përse nuk e more atë pronën, se unë isha i paditur në atë kohë. Biles. Më thot, ka 3 këqia. E para deformon tregun, deformimi që pyetja juaj, deformohet. E dyta, nuk ja shes dot. E treta, i bëj keq vetes si agjensi. E dyta, në Shqipëri vjen një vlerësues, anglez, vlerësues i oborit mbretëror, ndoshta e keni dëgjuar, David Allen, antar i shumë organizatave dhe shoqatave vlerësuese. Ai filloi të bëj kurset e para për vlerësimin e pronës. Ne nuk dinim asgjë, nuk mund të imagjinonim brezi jon se si mund të vlerësoj një apartament, një hotel, një pikë karburanti, etj. Na odhi hapat e para. Edhe më dha një këshill të vlefshme. Çdo gjë që shef në treg, shënoje, mbaje shënim, çdo dukuri, çdo faktor, çdo transakcion. Dhe unë fal mësimit të parë dhe mësimit të dytë, si të themi si një zog pule i uritur, të themi, ka mbajtur shënime të erë mbasershme, sa që fundja fundit këto u bën bazë që bëra një libër Real Estate në Tiranë. Nuk është qëllimi im këtu të promovoj këtë libër, në asnjë mënyrë, e bëra dhe për kënaqësi dhe për të lënë diçka, po e them se këtë e promovova në media televizive, në të ndryshme, në rrjetet sociale, është bërë i ditur. Po e them këtë gjë, pse? E apak shumë më falë që deformova që dhe pyetjen, sepse kemi një zhvillim maramëndës të tregut të pasurive të paluajtshme. Kemi arritje të mëdha, nga ne që s'dinim asgjë për kredit, për pronat, për gjë, tani kemi ecje të madhe. Edhe duhet flasi çik mirë në fillim, prandaj edhe, se pastaj do flasi çik më keq për deformimin e pronës dhe të vlerës sot. Por arritjet janë dhe të flasi mirë që ka arritje shumë të mëdhaja. Në këtë libër, më fal, se nuk dua të ndërpres, po dua që të marr një përgjigje sepse jemi edhe 6 të tjerë në panel dhe kemi vetëm 10 minuta për të gjithë. Dua konkluzioni im është këtu, që duhet në gjithë të zhvillim të shkruhet, të flitet për historinë. Flasin të gjithë firmat, Dolaku, Zamiri, Kneandeja, Orioni, këto, asnjëri nuk shkruan për historinë, janë mësime. Tani, është i deformuar tregu sipas jush? Tani, për deformimin e vlerës së pronës, ka 2 aspekte dhe këtyre do t'i bie më shkurt. E para, në transakcione me vlera më të ulta, ose më të larta, që këto e deformojnë tregun, dhe ka dhe vlerësime jo të sakta për pasurit. Këto janë ato që e deformojnë treg. Dhe sa ndikon? Sigurisht që ndikon shumë në krijuar e besëmërisht, në zgjedhjen e mirë, në një treg agresiv, në një treg të pa stabilizuar akoma. Kur akoma shumë faktor këtu kam bërë goxha punë, edhe nuk i edhin që të ketë një analizë tamam të mirëfill tregu, po secili flet sipas mënyrës së vet, jo një database i përgjithshëm. E kuptoj. Okej. Mirë, me që jemi tek databazat e përgjithshme, Miri, nëse mund të të pyes lidhur me këndvështrimin e kërko 360. A ka një standard për këtë e lidha të databazën e përgjithshme se si prezantohen pronat, apo tregu mbetet i pa unifikuar, dikush e bën hartim, dikush e shkruan me shifra, pra mënyra si prezantohet një pronë? Ka një standard? Mund të themi që standardi i viteve të fundit ka ardhur gjithmonë më tepër në përmirësim. Për të vazhduar atë që u përmend nga zoti Sila më parë, është shumë e rëndësishme të kuptojmë historikun, pra të dimë ku ishim deri dje, ku jemi sot dhe ku pritet që të jemi në të ardhmen. Dhe në këtë aspekt, tregun ne shikojmë që ka avancuar në ritëm galopant,
Pra, informacioni sot vjen dhe serviret në një mënyrë më strukturuar. Agjentët dhe agjencitë imobiliare në vetvete kanë bërë një upgrade në next level për sa i përket mënyrës se si prezantohen projektet, por nga ana tjetër avancimi teknologjik i platformave si Kërko 360 ka luajtur një rol vendimtar për sa i përket standardizimit të pronës dhe mënyrës se si paraqitet prona, duke lehtësuar në shumë dimensione edhe punën e vet agjentëve në momentin që ata komunikojnë në pronën. Pra mund të themi që tregu është drejt përmirësimit, ka pasur shumë përmirësime, por që sigurisht asgjë s'është perfekte dhe ka ende vend për përmirësim sot që flasim. Çfarë do të thënë çmimi sipas kërkesës? Kërko 360 ka një model të aplikuar, i cili referuar 46.000 plus pronave që janë aktive në sistem, shikon në detaj në rang zone çmimet e tregut. Pra, deri më sot, çfarë ne dim zyrtarisht janë çmimet e referencës, por gjithmonë ka qenë themra e akilit transparenca për sa i përket çmimeve të tregut. Dhe në një platformë gjithëpërfshirëse siç është Kërko 360, fal 46.000 listimeve aktive, ne sot jemi në gjendje që të specifikojmë sa është çmimi në një zonë të caktuar. Dhe sigurisht nuk mund t'i referohemi vetëm këtij informacioni, por fal një timi profesional ka një check të gjithë informacioni që serviret automatikisht nga platforma, ka një konfrontim dhe ballafaqim me burime alternative informacioni just for cross-checking, dhe si rrjedhoj, shifrat që ne publikojmë janë shumë reliable, shumë të besueshme për sa i përket niveleve të çmimeve të tregut. Të dhëna që sigurisht jo vetëm i hynë në punë cili do që viziton faqen e Kërko 360 si burim i besueshëm informacioni, por në fund ditës asistojnë mjaft edhe agjentët apo agjencitë imobiliare. Sot që flasim Blendi, ne numërojmë mbi 700 agjentë dhe agjenci imobiliare që janë pjesë e platformës dhe ne i asistojmë duke jo vetëm i ofruar informacionin, pra në momentin që listojnë një pronë, agjenti është në gjendjen që në koreale të shikojnë qofse prona me cilën po liston çmimi, me cilën po liston pronën, është ose jo online me çmimin e tregut, dhe nga ana tjetër ky informacion është i vlefshëm për çdo që kërkon transparencë për çmimet e tregut. Një aspekt që në Shqipëri është gjithmonë në përmirësim. Ka çdo pronë çmim? Dhe ato që nuk kanë, tani është faktikisht në tregun shqiptar Blendi është strategji e vetë kompanisë apo agjencisë që të zgjedhë të komunikojë çmimin final ose jo. Ka kompani që zgjedhin duke filluar nga X euro. Pse mendon që nuk publikohet çmimi? Arsyet i referohen gjithmonë agjencive, por ndoshta një nga arsyet mund të jetë fakti që kompanitë ndërtimit apo blerësit nuk duan në radhë parë që t'i japin informacion mbi pronën, t'i komunikojnë avantazhet e pronës klientit, që ky i fundit të shikojnë në vetvete pronën dhe pastaj të shkojë te çmimi. Nëse do shikonim një artikull të thjeshtë, ka përshtypja sikur klienti do befasohet pastaj kur në fakt ky është një proces totalisht natyral dhe është drejt deri diku që të jetë kështu, sepse në momentin që ne përballemi me diçka që ne duam blejmë, shikojmë në radhë parë produktin, informohemi për karakteristikat e tipare të produktit, për avantazhet konkurruese të produktit dhe pastaj edhe çmimi. Po nëse ne nuk do kishim një panoramë për produktin, po do kishim vetëm çmimin, atëherë ndoshta kjo nuk do ishte gjithmonë mënyra më e duhur. Por sikurse ju thash, mbetet në zgjedhje të strategjisë dhe politikave të kompanive, të ndërtimit ose agjencive imobiliare që të listojnë ose jo çmimet. Ama në vlen për të theksuar që ne kur bëjmë për llogaritjen e çmimeve të tregut, sigurisht që bëjmë dhe disa sistemime, ajustime, nuk konsiderojmë rastet kur pronat nuk kanë çmime apo kanë çmime me devianca të konsiderueshme nga tregu, vetëm dhe vetëm që informacioni që serviret të jetë mjaft i kuruar dhe të çojë në vendimarrjen e duhur. E kuptoj. Okej. Joleza, nëse mund të të pyes, si perceptohet Shqipëria nga investitorët ndërkombëtar të huaj? Tani nuk flas për diasporën, ne ta përjashtojmë pak diasporën, e dim dëshirën e tyre për të pasur një fole në folen e vjetër, po investitorët ndërkombëtar, kush janë dhe si e shohin ata Shqipërinë? Shumë faleminderit për pyetjen, faleminderit Jorit për ftesën, edhe gjithashtu faleminderit dhe pjesëmarrësve që po bëjnë durim, nuk janë të pushimi kafes, po na dëgjojnë ne deri në fund këtu. Unë vetë kam pasur eksperiencën e këtyre 7 viteve të fundit që të punoj në lindjen e mesme, në Oman, në Dubai, në Riyadh, dhe ka qenë një eksperiencë shumë e vyer për mua si arkitekte dhe në aspektin e formimit profesional, fillimisht
në universitet, po e bëj këtë intron për të bërë këtë lidhjen që pse shikoni tek prezantimi që thot Dubai. Dhe nuk ka qenë një kapërcim aksidental, por kam punuar si pedagoge fillimisht në Universitetin e Arkitekturës dhe këtu bie dakord me zotin Lefter që ne duhet ta njohim historinë dhe një nga lëndët ishte pikërisht kjo e historisë arkitekturës. Dhe gjëja që neve mund të shikojmë momentalisht për Shqipërinë është jemi të pozicionuar në një mënyrë shumë favorshme. Dhe kjo që përmendim gjatë gjithë kohës e themi pozita gjeografike, realisht të qenurit pjesë e Europës është një plus i madh për vendin tonë dhe njësimi i legjislacionit me Bashkimin Evropian krijon kredibilitet dhe në investitorët e huaj. Dhe besoj që kjo duhet të jetë një gjë që të kthehet si armë, si forcë për të gjithë kompanitë e ndërtimit, për studet e arkitekturës, për pronarët e tokës që kanë interes që prona e tyre të zhvillohet. Nëse do të ishte një këshill apo mendim nga ana ime për çfarë kam parë dhe si mund të bëheshin gjërat më mirë në vendin tonë, mendoj se shkon në dy drejtime. Të kemi këtë pjesën e planifikimit, do me thënë mendojmë si janë skenaret kur gjërat shkojnë gjitha shumë mirë dhe si janë skenaret kur gjërat shkojnë keq. Dhe në rastin kur shkojnë shumë mirë, fokusohemi prapë tek çfarë shfol gjatë gjithë ditës sot, që është rëndësia e marketingut. Dhe marketingu është në rrjetet sociale, është në hapësira fizike, është në konferenca të tilla si kjo e sotmja, pasja e modeleve fizike, por gjithashtu dhe e energjisë pozitive, e reklamimit, e thënies të projekteve të reja dhe me entuziazëm. Gjëja që vej re, sidomos në pjesën e botës arabe, le të themi, për ato është një fitore e madhe sa herë që hapet një zonë e re për zhvillim, sa herë që prezantohet një projekt i ri. Gjë që neve mund të ta diskutojmë dhe kur t'jemi te kjo aspekti që të fillojmë me kritikat, kam dhe unë disa sugjerimet mijat, por dhe pjesa tjetër, në rastin e riskut, do doja që të vija një theks pjesës së sigurimit të pronës. Do më thënë, prona ka vlerë dhe në momentin që është e siguruar. Dhe për investitorët e huaj, një nga çalimet, le të themi, kur ne prezantojmë projekte shqiptare, është që çfarë ndodh në rast se kompania falimenton, çfarë ndodh në rast se ka... Pra e siguruar, projekti është i siguruar, pra gjatë fazës së ndërtimit. Po ka dhe një plan way out, në ato çfarë ndodh në rast se çdo gjë shkon keq. Tani ka? Aktualisht ka një plan way out? Zakonisht jo. Po ngeci. Jemi optimistë që gjithçka të shkojë mirë. E kuptoj. Mirë, do t'ju kërkoja me shumë përulësi që t'i mbajmë përgjigjet e shkurtra sepse jemi mbi kohën, filluam me vonesë. Kështu që është përpasoj, por që nuk dua që t'i humbas mundësitë për t'ju dhënë ca përgjigje. Atëherë, Zoti Harizi, apo krijohet vlerë reale apo vetëm rritje çmimesh është pyetja provokative që më kanë vënë mua këtu. Unë sqaroj edhe më parë që sot kjo pronë është më e mirë, është më moderne, është më cilësore dhe blen më shumë. Kështu që unë mendoj që nuk është thjesht rritje çmimi, por është rritje vlerë pronën. Sepse ne jemi ndoshta shitësit e parë si ndërtuesa, por kjo pronë vazhdon rritet edhe shitësit e dytë, edhe rishitet ka po të njëjtën vlerë. Pra nuk është nuk është një aspekt që ka ndërtuesin në dorë dhe vendos të vlerë, po sigurisht që vlera e pronës sot është shumë më e mirë, shumë më cilësore dhe shumë më moderne se sa e para disa kohëve. Zoja Çaushi, nga perspektiva e FIBank, cilat janë kriteret kryesore që e bën një projekt të financueshëm nga ana juaj? Shkurtimisht, kriteret kryesore që bën një projekt të financueshëm është në radhë të parë profili i zhvilluesit, i cili duhet ketë një eksperiencë shumë vjeçare të suksesshme, një reputacion të mirë në treg, e bën më të lehtë financimin, një kapacitet financiar që në raste problematikash apo të kurjesh të tregut, uljesh të shitjeve të mund të kontriboj me fondet e veta në mënyrë që të mund të shlyej kredin dhe mund të përfundoj finalizimin e projektit. Gjithashtu është rëndësishëm struktura financiare e projektit, cash flow, çfarë gjeneron vendodhja shumë e rëndësishme, një lokacion i mirë edhe në kohë të vështira ja mban vlerën pronës dhe kryesisht edhe cilësia pa diskutime e ndërtimit, njëkohësisht edhe mënyra se si reagon tregu ndaj
Pra Ky ju lloj projekti bëheni çfarë pak kërkesë ka? vlerësues, pak parashikues tregu, pak... Nëse opinioni ligjor i pronës është i pastër, është i sakt, nuk ka mosmarrveshje me pronarët e truallit, me leje ndërtimit të përcaktuara, të sakta e tjera që të mos kenë këto lloj problemesh në finalizim. Kjo e bën më të rreqës tërheqës, edhe më të mundur për të financuar. Okej, zoti Leka, sa ndikim ka marketimi në perceptimin e vlerës së pronës? Marketingu nuk ndikon në formimin e vlerës pronës, por ka ndikim të madh në perceptimin e vlerës pronës. Çfarë do të thënë kjo? Do të thënë që nëse një pronë marketohet siç duhet, pozicionohet siç duhet në treg, duke i bërë fotot e nevojshme, duke bërë videot e nevojshme, duke bërë një reklamim mjaft mirë të kësaj prone, sigurisht që kjo do të ndikojë që perceptimi për kjo prona vlen për këtë çmim. Por në aspektin e krijimit të çmimit apo në aspektin e formimit të çmimit nuk ndikon as pak. Marketingu nuk shet prona. Okej, marketingu nuk shet prona. Nuk shet prona. Mirë, je dakord me këtë? We can agree to disagree. Okej. Përpos çfarë përmendet, sigurisht që kur përcaktohet çmimi për metër katror në një projekt ndërtimi, sigurisht nuk shikohen kostot e marketingut, por ama shikohet investimi në total, dhe nga investimi në total derivojnë në kostot e marketingut. Dhe nga ana tjetër, historia ka treguar që projektet cilat marketojnë suksesshëm shtojnë në mënyrë të konsiderueshme, nuk dua të përmend nivele përqindje sepse mund të impresionohemi, edhe kur prona shkon 30% më shumë në nivel çmimi për një projekt i cili është mirë marketuar. Në qoftë se një projekt... Edhe njerë ndjes, 30% më shumë në nivel çmimi... Ka raste kur çmimi një projekti të marketuar... Mirë, shkon 30% më shumë se një projekti të marketuar keq. Dhe kjo tregon forcën e marketingut dhe kjo tregon ekzistencës së një industrie të tërë, jo vetëm në nivel lokal, rajonal, por edhe në nivel global të marketingut. Sot që flasim ka kompani të mirë strukturuara që marketingun nuk e kanë si departament shpenzimesh, por e kanë si departament të ardhurash, sepse investimi në marketing, sikurse përmenda në panelin para ardhës, duhet konsideruar return on investment. Pjesë e investimit total, pra. Zoti Lefter, nëse mund t'i shtoni dhe ju diçka kësaj, duke qenë që jeni një lojtar më i hershëm i këtij tregu? Shtonë, patjetër që shtonë as diskutohet, po unë po përmend frazën e monizmit, pavarësisht se nuk funksiononte, reklama është shpirti i tregtisë. Por dyqanet ishin bosh atëherë. Po, ishin bosh. Reklama është shpirti i tregtisë, ka qenë. Mirë, para se të shkojmë në kafe, dua të të pyes diçka. Përdorimi i inteligjencës artificiale po ndryshon shumë gjëra. Si e përdor 360, kërko 360 inteligjencën artificiale? Përdorimi i inteligjencës artificiale sot është një must, nuk mund të konsiderohet luks, dhe platforma kërko 360 e përdor masivisht inteligjencën artificiale, dhe kjo vetëm dhe vetëm në funksion të agjentëve dhe në funksion të kërkimeve dhe agjensive mobiliare. Pra, në momentin që një agjent tenton që të listojë një pronë, sistemi automatikisht alerton nëse ekziston already në sistem një pronë me atribute ngjashme, në mënyrë që agjenti të paraqitet një panoram e plotë nëse ka prona që janë në të njëjtin kriter, me të njëjtin çmim, me të njëjtin përshkrim, nuk shmangen, jetojmë në Shqipëri dhe nuk shmangen raste të duplikime të pronave. Dhe si rrjedhoj këtë informacion, agjenti duhet ta ketë paraprakisht përpara se sa të listojë pronën. Nga ana tjetër, mund të qelloj që në përditshmëri agjentët fokusohen tek shitja, por duke pasur parasysh ose duke lënë në plan të dytë pronat që ata kanë already në portofol. Dhe në këtë aspekt, platforma jone asiston nëpërmjet reminders automatik mbas një numri caktuar ditësh kur prona ka qëndruar e pashitur, e paklikuar etj. Në mënyrë që agjentët të marrin vendime ose të rishikojnë detajet të pronës ose të bëjnë një boosting përsa i përket vizibilitetit të pronës, ose të rishikojnë çmimin dhe zgjedhjet tjera që i mbeten gjithmonë dhe vetëm agjentëve dhe agjensive mobiliare që janë pjesë e platformës. Pra, jemi në rastin tipik kur avancimi i teknologjisë shërben për të reduktuar workloadin e agjentëve, duke i lënë ata që të fokusohen gjithmonë më tepër në punën e tyre primare që janë shitjet. Zoti Sila, e mbani mend me sa lek ose euro metri katror e keni shitur banesën e parë në Tiranë?
mos më fut në këtë se Në 93-shin. është këtu, ja shkruara gjitha këtu, banesa e parë ka qenë, e mbaj më shumë mirë si çdo gjë që ndodhe herën e parë. Mbas 3 muaj që japëm agjensim, në qershor e hapëm, në shtator, ke shkolla e kuqe, pallati ekzistus, me tulla të kuqe, ka qenë, i pasuvatuar, kati i tretë, një kuzhinë, me ato rifiniturat e zakonshme, të asaj kohe, 14 milion lekë. Të vjetra. Të vjetra. Por, në atë kohë, dolari ishte 1 me 1.000, do me thënë $14.000. Por, mos kujtoni se ishte lirë. Po të bësh rikthimin, se sa ishin roga atere ka qenë $30 ose 30.000 lekë, të patën roga ime që isha një vit më vonë në ministri. 30.000 lekë, $30 ishte roga ime. Imagjino tani $14.000. Ky është apartamenti më i lirë, po e quaj për Ishte kohën. koha. Kurse në blok ka qenë $260 pallati Mjelma. Ku ka qenë $260 karburanti sot. metri katror. Po, metri katror 260. Në fakt, aje i jipte edhe një parkim falas, po atëre nuk futesh edhe të përbashkëtat. Po, Tani fut edhe të përbashkëtat. e kuptoj. Paguaj vetëm për sipërfaqen në përdorim, pra të brendshëm. Edhe ajo e... Po prona më e shtrenjtë që keni shitur në Tiranë? Këto nuk mund ta them, jo s'mund ta them, po nuk mund Jo, për transparencë po them. Jo, unë kam shitur, që për shembull, kam shitur toka të mëdhaja, që po t'i konvertosh sot, janë shumë të mëdhaja. Për shembull, Artan Dulaku ka blerë nëpërmjet nesh, ke Don Bosco, 8.000 metra, atëherë ishte $30 çmimi i tokës. I metrit. Po. Kjo ishte ke kristali, prap kemi shitur, domethënë këto tokat japin më shumë vlerë. E kuptoj. Që mos ju mbes merak, se jemi në limit kohës. Të pyetëm edhe diçka tjetër, thuaj, të lutem? po. Kam një pyetje këtu, është i besueshëm ky treg. E kam për të mësuar, jo për është i besueshëm dhe i matshëm. Nëse fola mirë tani prandaj thash do flasi që i keq në kuptimin se ekziston. Ky treg edhe është edhe s'është i besueshëm. Është edhe s'është i matshëm, por më është konfuz. Vëmre, e njëjta pronë, del ke agjensia jonë, del ke agjensi tjetër, me çmime 30-40% dhe më të larta. Flitet në media, çmimi mesatar në Tiranë 3.500 euro metri katror. E para, ku e gjete këtë çmim? Se tregu është si një kon. Kush është baza e mesatares? Në çfarë delta zonë rrethuese të Tiranës ke marrë këto çmime? Tjetra, e krahason me Parisin, me Romën, me gjitha. Po ato i fusin ambjentet e përbashkëta, apo jo? Ne i fusim, apo jo? Tjetër, çfarë ka? Thonë nuk ka pasur asnjëherë krizë në Shqipëri. S'është e vërtet, ka qenë kriza e 2008-2015, këtu janë gjithë faktorët dhe dukurit që ndodhi, edhe nga kjo nxjerr mësimet anti se mos kemi një krizë tjetër. Tjetër, thonë, më fale pak edhe S'ka pak. gjë. 2 herë janë bërë rivlerësime në Shqipëri. Jo, janë bërë 3 herë. Këtë datë, janë këtu gjitha. Pse e them këtë? E them se nuk është i besueshëm, nuk është i matshëm, po duhet jemi të vëmendshëm në punën që bëjmë të gjithë aktorët. Se edhe ne aktorët e prishim, edhe mediat e prishin. Ne këtë punë kemi, po... Okej, Punë. Besha ka. Një koment të fundit, nëse mundeni, sepse duhet të shkojmë tapimat kafen, se ofto. Sa më shkurt që tjetë e mundur, duke qenë që të gjithë të në salë janë profesionistë dhe jam e sigur që e kuptojnë, po. Kjo pjesa e të bërit krahasimit, kur je brenda Shqipërisë dhe jashtë Shqipërisë, disa gjëra që janë të vendosura si standard, ke mundësi që ta dallosh që ndoshta nuk funksionojnë mirë. Dhe dua që të bëni një ushtrim mendor, tani me që kemi dhe website-in e 360, futesh te website-in dhe kërkon qytetin e Tiranës dhe ke pretendimin për një çmim të caktuar. Nëse vë Kamzën, ke pretendim për një çmim të caktuar që është direkt më i ulët. Ndërkohë që nga këtu ku jemi, nëse neve nisemi në këmbë dhe ecim për më pak se 20 minuta, ne kemi dalë nga qyteti i Tiranës.
dhe nuk bën sens logjik. Dhe këtu, me që jemi duke diskutuar për vlerën e pronës, ka disa gjëra që mund të rregullohen. Dhe në rastin e tanishëm është duke diskutuar reforma territoriale, dhe pyetja është sa urbanist, sa planifikues urban, sa arkitekt, sa profesionist fushës janë pjesë e këtij diskutimi. Dhe pse do duhet që të kemi ne disa fshatra që duam 2 orë të mbrim te këto që quhen Tiranë, dhe te websajti që ose futet dikush që s'ka qenë ndonjëherë në Shqipëri thot që kam duke bler një vilë në Tiranë, dhe ndërkohë pjesa e direkt të fundi bulevardit nuk është më Tiranë, përfundon. Ndërkohë që nëse ne do të kishim dhe pas Kuqanin, edhe pak më tutje që është dhe rrjedha logjike e zhvillimit të qytetit, nuk do kishim rrugë qore që të çojnë tek fresku, është bërë tani në rrjetet sociale virale Rio dhe Farka, Rio dhe gjithë lagjet. Ndërkohë që kemi Varkmalin, që është barrierë natyrore, është e pamundur që të shkosh të ndërtosh në atë drejtim. Në anën jugore kemi prap kodrat ku çmimi është shumë më i lartë sepse perceptohet që je prap në qendër të Tiranës, dhe ndërkohë në pjesën e bulevardit, që është zonë shesh, që duhet ishte rritja natyrore e qytetit, neve kemi, më korrigjon nëse kam gabim, çmimet janë direkt më të ulta dhe mëndërisht ne themi që nuk jemi më në qendër të Tiranës. Dhe do i ftoja të gjithë pjesëmarrësit ta hapin mendjen dhe nga gjërat që shikojnë që nuk funksionojnë, ka metoda se si mundet që të Shikoj që ka zoti Leka një përgjigje për këtë. Nuk dua të bëj replik, dua vetëm të them që ne këtu nuk jemi në gjendje asnjëri nga ne që të ndërhyj në këtë drejtim të urbanistika, të arkitektura, të përcaktimi ligjeve, të element kësaj kategorie që nuk janë pjesë as e punës tonë edhe as asaj që ne mund të bëjmë realisht. Unë dua të them që në 5 vitet e fundit është bërë një marketing, më fal për shprehjen, i frikshëm për Shqipërinë. Unë di të them që sot nuk ka asnjë vend botë që nuk e njeh Shqipërinë, Maldivet e Evropës. Unë di të them që nuk ka asnjë vend botë që nuk ka kthyer syt nga Shqipëria, di të them që nuk ka asnjë klient amerikan, maroken, francez, anglez, kinez, japonez që nuk e di se ku është Shqipëria. Deri para 10 vitesh kur na pyesnin për konferenca që merrnin pjesë si pjesë në kompanie globale, thoshim jemi përballë Italisë apo në krah të Greqisë, sot themi që jemi Shqipëria, dhe besoj se edhe Joliza mund ta konfirmojë këtë gjë. Pra përballë Italisë jemi, po sot themi që jemi Shqipëria, se deri dje na identifikonin me Italinë apo me Greqinë. Dhe dua të dal tek pjesa që është punuar në një mënyrë shumë të mirë në marketimin e vendit, është punuar në një mënyrë shumë të mirë në rritjen e cilësisë jetesës në këtë vend, është punuar në një mënyrë shumë të mirë duke u shpërndarë informacioni, duke u realizuar transaksioni, vetëm nuk është punuar mirë në aspektin e transparencës. Ne jemi treg që s'kemi transparencë. Do me thënë, neve e vetmja transparencë që kemi është libri i Lefterit për gjithë historinë që ka ndodhur këtu në Shqipëri. Neve nuk kemi transparencë nga kadastra, ne nuk kemi transparencë nga transaksioni, ne nuk kemi transparencë nga sistemi bankar dhe nuk flas se kemi fshehje, thjesht nuk kemi formatet e duhura që ne si profesionistë fushës apo njerëzit e interesuar të kenë mundësi të aksesojnë këto dhëna në mënyrë që të bëjnë analizat e tyre. E kuptoj. Elva duhet të t'jap fjalën e fundit, si ajo që mban lekët. Do thoya që financimi me kredi jep mundësinë që të blini një pronë sot për të gjeneruar të ardhura nesër, qoftë nga qirat, qoftë dhe për të rritur vlera nëse mund mendoni për ta shitur apo për të rritur të ardhurat tuaja. Një pronë e patundshme, as nuk mund të zhduket, as nuk vidhet, as nuk humbet, thjesht nëse është një ndërtim i mirë dhe cilësor, i rritet vlera me kalimin e kohës. Shumë faleminderit. Një duartërkitje për zotin Miri Troka nga Kërko 360, zonjën Elva Çaushi nga Fibank, zoti Dritan Leka, CEO i Century 21 CPM, zoti Erion Harizi, ndjes kryetari i shoqatës së ndërtuesve, zonja Joleza Koka, drejtore ekzekutive e JZV Collective Dubai dhe zoti Lefter Silla, shumë faleminderit si veterani kësaj pune për ndërhyrjet tuaja. Nëse keni më shumë pyetje për panelin, mund t'ja bëni në hallin për jashtë atje, i kapni secilin prej tyre dhe i pyesni atje. Kështu që ju ftoj për një drekë lehtë dhe kafe. Do të kthehemi këtu në orën, po them 1:10.